Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot po bëjmë gati një drekë shumë speciale. Është një nga recetat e mia të preferuara. Do të përgatisim fileto pule të fërguara, por do t'i shoqërojmë me patate, por kësaj radhe patatet do t'i bëjmë në salcë. Pa humbur kohë, vazhdojmë me recetën. Varësisht për sa persona do të gatuani, aq edhe do të përgatitni. Unë këtë recetë po e bëj gati për 6 persona. 5 deri në 6 patate mesatare i kam pastruar mirë dhe do vazhdoj t'i prej shumë hollë me këtë prerësin këtu. Pasi i prejmë patatet, vazhdojmë që t'ju shtojmë erëzat përziera, kryp, pak curry, pak hudër pluhur dhe pak borzilok të thotë. Vazhdojmë i përzijmë mirë. Në njën më të madhe, shtojmë 250 ml me qumësht. E qumështi shtojmë 200 ml krem pana ose krem kuzhine. Përzijmë mirë. Tani me këtë përzierje i mbulojmë patatet sipër. Derisa të mbulohen tërësisht me ujë. Tepsinë e mbulojmë me folje alumini dhe vazhdojmë që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 250 gradë për 30 minuta njëherë kështu të mbuluara. Ndërkohë që patatet do të na piqen dhe do të na zihen në furrë, ne vazhdojmë që t'i përgatisim filetat e pulës. Filetat e pulës i kam prerë pak më të holla. Marrim tani njën pak më të madhe dhe këtu do të shtojmë thërmia buke, dikon 100 gram. Për t'i bërë edhe më të shijshme, do të përdorim djath parmezan, nga kjo që shitet kështu i bërë gati në rinde. Në total do të shtojmë 50 gram parmezan. Përzijem mirë me duar dhe largojmë anësh. Në njën tjetër shtojmë një vezë. Te veza do të shtojmë shumë pak piper të kuq me maje të lugës. Kryp, pak kopër të thotë, 2 lugë gjelle vaj dhe një lugë të mesme me usull të bardhë. Pak piper të zi. Dhe tani i përzijem mirë. Sipër filetave të pulës do të shtojmë fillimisht miell. Rrotullojmë edhe nga ana tjetër. Përsëri shtojmë miell. Tani secilën filet pule e rrotullojmë tek përzierja që e përgatitëm me vezë. Dhe pastaj në thërmia buke dhe parmezan. Më pëlqen që kështu t'ju shtoj edhe me duar pak në pjesën sipër. Tani e rrotullojmë për t'u siguruar që e kemi lyer mirë në të gjitha anët. Vazhdojmë kështu derisa të përfundojmë me të gjitha. Tani, në një tigan pak më të thellë, do të shtojmë dikun 200 ml vaj për fërgim. Nuk është se filetat e pulës do të thithin shumë vaj, por kanë nevojë për pak më tepër vaj që të fërgohen mirë. Presim tani në zjarr mesatar derisa të nxehet mirë vaji. Pasi sigurohemi që është nxehur mirë, vazhdojmë të fërgojmë filetat e pulës.
Pas 30 minutave në furrë, i largojmë patatet dhe largojmë folin e aluminit. Tani sipër patateve do të shtojmë peshkavall të bërë në rinde. Mund të shtoni sipas dëshirës së juaj. Nëse keni dëshirë më shumë peshkavall, mund të shtoni. Rikthejmë tepsinë në furrë vetëm edhe për 10 minuta tjera, derisa peshkavalli të shkrihet. E të dashur miq, pjata për ditën e sotme është gati. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ta gatuani për familjarët e juaj. Deri në video recetën e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë. Dhe si gjithmonë, si në çdo video recetë, po ashtu edhe në këtë recetë do ta bëjmë demonstrimin e recetës nga afër.